Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Sot do të përgatisim ballokume fantastike për ditën e verës. Recetën e ballokumeve origjinale ua kam sjell dhe herë tjetër të dashur miq, por e kemi përgatitur duke i rrahur me dorë me lug druri. Kësaj radhe do t'i rrahim me mikser, do të shkurtojmë punën dhe do të bëjmë ballokume fantastike, siç e shikoni janë të super të buta nga brenda, të shkrifta dhe goxha të mëdhaja dhe të bukura për syrin dhe nga jashtë. Unë i kam përgatitur që fundjavës që kaloi në një menu me peshk, me që ishte fundjavë. Nëse keni dëshirë dhe për këtë menu, pra për llojin e supës dhe për këto patatet krokante dhe peshkun, do t'ua sjell dhe atë nesër. Le të fillojmë nga puna. Për këtë recet do t'na duhet 300 gram gjalp, të cilin do ta shkrim që punën t'na e lehtësoj. Nuk do ta shkrim në atë mënyrë që ta nxehim shumë masën, pra e ngrohim pak dhe e trazojmë duke i shkrirë copëzat e gjalpit në atë lëngun që është ngrohur pak. Do të përdorim 500 gram sheqer pluhur dhe 500 gram miell misri. Miell misri është mirë të merrni 1 kilogram të dashur miq, sepse në varësi të vezëve, në varësi të rrahjes që ju do të përgatisni, masa do të kërkojë më tepër miell ose mund të kërkojë edhe më pak, varet. Sheqerin pluhur mund ta përgatisni dhe vetë duke shtuar sheqerin normal në një blender dhe e bluani. Në këtë mënyrë sheqeri që nuk është super pluhur është akoma dhe më i mirë për ballokumet, sepse ndihmon në fërkimin gjatë rrahjes së gjalpit me sheqerin dhe masa u fryhet akoma më mirë. Nëse do të jetë pluhur fare, pra sheqer si pudër, atëherë do jetë më e vështirë për t'u fryrë masa, për t'u bërë një masë shkumoze. Pra duhet ketë pak fërkim, nuk duhet jetë sheqer pluhur tamam fiks. Kini parasysh që ta rrihni me opsionin më të lartë të mikserit dhe duke e rrahur, duke e lëvizur dhe dorën, sepse këta mikserat e vegjël të dashur miq nuk e kanë fuqinë e duhur për të rrahur ballokumet. Në fakt, rrahja me lug druri dhe me dorë masën e fryn akoma dhe më tepër se që tregohet këtu në video. Unë që e kam përgatitur, si të thuash, dhe me dorë dhe me mikser, e di që rrahja me dorë krijon një shkumim më tepër se sa rrahja me mikser. Gjithsesi, nëse ju keni një mikser më cilësor apo një mikser të madh nga ata artizanët, ndoshta rrahjen mund ta bëj shumë më mirë se ç'ma ka bërë mua, por kini parasysh që duhet të rrihet të jetë një shkum goxha e madhe. Do të përdorim 4 kokra vezë dhe do t'ja hedhim vezët tek e tek dhe për çdo vezë do ta rrahim 2-3 minuta. Pra shtojmë një vezë, e rrahim 2-3 minuta, shtojmë vezën tjetër, e rrahim po 2-3 minuta, derisa t'i mbarojmë të gjitha vezët. Në fund do t'i shtojmë 2 lugë me lugë gjelle, qumësht, për ata që nuk kanë mundësi të gjejnë finj. Ata që kanë mundësi të gjejnë finj të dashur miq, lëngun e hirit e trazojmë në pak ujë, e lëm për gjithë natën të kullojë dhe nga ky lëng marrim thjesht 2 lugë gjelle. E trazojmë dhe me qumshtin, siç tregohet në video, dhe pastaj do t'i shtojmë miellin e misrit, sikur ja shtojmë kekut, pak nga pak, duke e situr. Siç e shikoni, unë kam bërë pak pis dynjan, sepse më është erdhur shumë miell misri. Si fillim e kam ndërprer atë pjesë, e kam pastruar vendin dhe kam vazhduar punën. Shumë gjëra që ndodhin aty në kuzhinë kur gatuhet, ju nuk e shikoni të dashur miq, sepse unë i fshi për një herë, por që në kuzhinë ndodhin vazhdimisht aksidente të tilla. Si që shikoni, e shkundim miellin e misrit duke e situr dhe e trazojmë siç trazojmë kekun, duke mos ia shuar shkumën, duke e trazuar nga lart poshtë, sikur veprojmë me kekun, derisa masa të arrijë në një konsistencë të atill që ne mund ta marrim me dorë, domethënë masa do jetë ngjitse, por ne mund ta marrim me dorë dhe ta vendosim si top të shrregullt në tepsinë e furrës.
Pra, si që shikoni, unë 500 gram miell misri e kam hedhur të gjithin në masë dhe masa është akoma si një masë keku. Pra, kjo tregon që masa do akoma më tepër miell misri. Kjo varet të dashur miq nga veza që ju keni përdorur, nga mënyra se si është rrahur masa, ka shumë të bëj. Pra, nuk ka recet fikse, 500 gram miell, 500 gram sheqer dhe fiks. Unë normalisht kjo është një recet e përgjysmuar, sepse receta origjinale është me 1 kg miell, por ta dini që dhe ajo receta me 1 kg miell varet se çfarë konsistence do të përftoni ju në fund. Në fund duhet të jetë një masë e atill që kur e marrim me dorë mund ta lëm si një top të shregullt mbi tepsinë e furrës. Pra do jetë ngjitse, kuptohet, do jetë e butë, kuptohet, por dora e merr siç e shikoni, pra unë i kam shtuar akoma më tepër miell misri. Në total masa ime ka marrë tek 700 gram miell misri, kam shtuar një 200 gram miell misri akoma më tepër. Pra, nëse e shikoni që masa vjen në këtë gjendje që shkëputet nga luga, si që shikoni është ngjitse në përduar edhe ngjitet në lugë, por dhe shkëputet, këtu ka ardhur në konsistencën e dur që ne mund t'i ngjyejmë duart me pak miell dhe ta marrim, ta vendosim në tepsinë e furrës. Pra, derisa masa t'u vi në këtë gjendje, do t'i shtoni miell, aq sa kërkon masa të dashur miq. Pra, si që shikoni, unë i kam lyer majat e gishtrinjve me pak miell misri dhe i marr topa të shregullt dhe ashtu siç i marrim i vendosim në tepsi. Nëse keni ardhur në këtë pikë, furrën duhet ta ndizni, sepse ballokumet futen në një furrë të paranxehur. Pse i fusim në furrë të paranxehur? Sepse ato janë me gjalp. Nëse ne do t'i fusim në një furrë që nuk është nxehur, ato 10 minutat e para që furra do arrijë gradacionin që ne i kemi caktuar, 180 për shembull, ballokumet do të shtrihen në tepsi, nga që ne nuk e duam një gjë të tillë, do t'i fusim në një furrë të paranxehur. Pra, do ta ngrohni furrën për 10 minuta me 160 gradë dhe kur të fusim ballokumet do ta kalojmë në 180, pra në temperaturën që piqni kekun. Ndoshta për furrën tuaj pjekja e kekut është 200 apo 210, sepse çdo furrë është e ndryshme, pra nuk mund ta merrni shablon faktin që unë po ju them piqni me 180. Do e piqni me temperaturën që piqni zakonisht kekun, por furrën do ta ngrohni me 2 gradë më poshtë temperaturës që pjekim zakonisht kekun. Si që shikoni, në total unë kam përftuar nga kjo masë këto ballokume që shikoni në video. Kur i kam futur në furrë, e kam çuar temperaturën në 180, pra në temperaturën që unë pjek kekun, dhe i kam pjekur për 10 minuta me këtë temperaturë dhe pastaj kur ato kanë filluar të marrin një ngjyrë të lezetshme të lehtë, temperaturën e kam ulur të dashur miq, sepse kjo tregon që pjesa e sipërme e ballokumeve un piks. Tani duhet që ballokumet të kullojnë dhe nga brenda, për këtë arsye e ulim temperaturën dhe 20 minuta në vazhdim ato do të piqen me 20 gradë më pak se temperatura që u poqën 10 minutat e para. Pra jam pjekur për 30 minuta në total ose 35 minuta në total derisa kanë kulluar komplet dhe nga brenda janë të tilla. Si që shikoni të dashur miq, janë super të buta, shkërmoqen sa po i prek me dorë, janë shumë të shijshme sepse janë thjesht me gjalp dhe vezë, kuptohet. Kjo pra të dashur miq ishte dhe mënyra më e shpejtë e përgatitjes së ballokumeve. Shpresoj t'i provoni, shpresoj t'ju dalin shumë të mira siç më kanë dalë dhe mua, dhe të më shkruani në komentet më poshtë. Ju uroj të gjithëve gëzuar ditën e verës. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.